أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم minhu nadhirun mubin. Falëndërimet vetë në nështrimi, mirënjohja, përkushtimi, jeta jonë, vdekja jonë, gjithçka që na ka dhuruar i Madhi Zot, i takojnë me merit atij dhe vetëm atij që pasi përsosmërisht krijoi gjithësinë, nënshtroi çfarë ka në qiell dhe në tokë në shërbim dhe nderim njeriut, dhe e kulmoi dhe e plotësoi nderimin dhe bujarinë e tij, mirësinë e tij ndaj nesh, me zbritjen e udhëzimit hyjnor dhe me dërgesën e profetëve. E falenderojmë Madhin Zot, veçanërisht që na udhëzoi në Islam, në të vetmën fe të pranuar ke madhnia e tij. I tej lartuar dhe paska i madhëruar, është pronari i gjithçkaje, ai që krijoi jetën dhe vdekjen. Na provoi ne cili nga ne është më i përsosuri në veprat e tij, dëshmojmë me gojë, me mendje dhe me zemër, me krejt qenien ton, që s'ka të adhuruar me hak veç Allahut dhe që Muhamedi alayhis salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij me fenë të vërtetës dhe drejtësisë, dërguar vetëm mëshirë për të gjitha botrat. Paqja dhe bekimi i Zotit qoftë me krejt profetët, Muhamedin alayhis salatu wassalam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndoqën dhe ndjekin udhën e tij të përsosur dhe të bekuar dhe të mirosur deri në ditën e gjykimit. Amin. Dashur vëllezër, modër nderuame, jemi në vazhdim të mësimeve dhe udhëzimeve që na jep emigrimi i përsëritur tek shumë profet, deri ke profeti i fundit Muhammed alayhis salatu wassalam, aq më tepër këshilla e tij profetike kur thot që nuk ka emigrim pra me trup nga një vend tjetër mas lirimit, masi njeriu ka fituar lirinë fetare, vetëse në jetë për qëllimet në alta dhe përpjekje për këtë fe dhe në rrugën e kësaj feje. Dhe lidhje me rrugtimin e drejt përsosmërisë që do të bëjë çdo musliman, profeti alayhis salatu wassalam ka thënë nuk do ndërpritet emigrimi derisa të lindë dielli nga perëndimi, pra deri në ditë Kiametit, sa të ketë frym njeriu në këtë botë, sikurse s'do ndërpritet tobja, pendimi. Pra njeriu duhet të jetë gjithmonë luftë me veten, duke analizuar veten që të kalojë nga një nivel në një nivel tjetër më të lartë. Në këtë botë Allahu për mallënit vetë ka shkruajt që e drejta ose haku të jetë gjithmonë luftë me të kundërtën e vet. Pra ajeti Kuranit me cilin e fillum këtë ligjërat është ai që Allahu për mallënit vetë thot çdo gjëje i kemi kriju palën e vet, pra kemi kriju çift. Me qëllim që ju të përmendeni, të vinin vete, të ndërgjegjësoni, të bëni të vetëdijshëm. Dhe mas këtij lajmi që tregon thelbin e krijaturave krejt, që janë gjitha çift. Thot fafirru ila Allah, merrni arratin për ke Allahu, për me krejt energjitë e juaja, ta keni kahen për ke rruga Zotit. Vazhdimisht. Me qenë se njeriu mbrenda vetës është i dualizum, ka zëra që e ftojnë për ke rruga Zotit dhe ka zëra që e joshin, e mashtrojnë dhe e ftojnë për ke rruga shejtanit, armikut vet. Gjithë jetën deri në grahmat e fundit, deri kur të bëj gargar shpirtin fyt, kjo është luftë e mbrëmshme e njeriu, pa fije në dyshimit. Ndërkohë që siç na thot i Madhi Zot në Kur'an dhe tregon krejt historia e njerëzimit, haku
fjala hak që ka hyrë në shqip, do të thot e drejt, e vërtet, e meritume, e sakt, e qëndrueshme, është gjithmonë luftë me të kundërtën e vet. Ose vlera me antivlerë, drita me errësirë. Në terren jetën e përditshme, kjo luftë, kjo përballje që nuk do rreshti derisa të jetë jetën këtë tokë, në këtë dynja. Realizohet dhe përjetësohet mes njerëzve, pra mbartësit e hakut, e të vërtetës, dhe mbartësit e të kundërtës vetë. Ose me fjalë tjera, haku është ajo që ka zbrit Allahu, që ka udhëzuar Movi Zot. Dhe kundërta vetë është ajo, është kundërshtia ndaj urnit Zotit, mosbindja ndaj Zotit. Kjo luftë do të jetë mes pra grupeve të njerëzve dhe brenda njeriut vetvete. Brenda njeriut, kur e pyesin një shembull të vogël, kur e pyesin nanën e besimtarëve Aishën, Zoti qoftë i kënaqur prej saj, i thon, kur ta kuptoj që jam i mirë, kur duket vetja i keq, sepse njeriu kur shef brenda vetes që ka të meta, bën luftë që t'i largohet asaj të keqe që ka dhe ta zëvendësoj me atë që ka urdhëruar Movi Zot. Pra të bëj hijret, të emigroj nga një sjellje, qoftë edhe punë e zemrës, e keqe që e shef ke vetja vet, tek një e mirë, nga një qëllim i keq, nga një qëllim i lartë i mirë. Dhe kur ta kuptoj që jam i keq, kur duket vetja i mirë, pra kur nuk shef as të met ke vetja dhe e lëshon veten, i shlon frenat krejt. Profeti alayhi salatu wassalam ka thonë që ai njeri që i ka 2 ditë i soj, pra nuk shef përmirësim, ngritje, është në humje, Zoti na ruaj. Këto dhe fjalë tjera Kuranit, profeti alayhi salatu wassalam tregojnë që haku, pra ajo që don Allahu, që ka udhëzuar Allahu, me të kundërtën e vet, është në luftë brenda robit, në vetvete ke gjithë secili, dhe është në përballje ke grupet e njerëzve, ato që e mbartin hakun, drejtën, vërtetën, vlerën, dhe ato që e luftojnë atë. Vazhdimisht. Me qenë se kjo është e patjetërsueshme, atëherë gjithë secili për çdo veprim, jo thjesht unë jam besimtar, jam musliman dhe flen gjumë dhe menon që çdo menim i veti, çdo qëllim i veti, apo veprim, apo sjellje, pa kontrolluar fare, është i grupit të hakut, pra grupit mbartës vetë fesë Allahut. Jo, do të kontrolloj veten për gjithçka. Mund të jesh 70%, mund të jesh gjysmë për gjysmë, nëse jemi as engjëj, as profet. Pra kështu duhet pa realiteti me këtë luftë përhershme, të patjetërsueshme. Por sa i përket përballjes njerëzve, pra mbartës së dritës, të vërtetës, dhe mbartës së keqes, Allahu për mallënit vet i ka premtuar kujt besimtarëve fitore nga dhënim. Me ajet e Kuranit. Wala yansurunna Allahu man yansuru. Betohem që Allahu në Kur'an do të japi nga dhënim atë që ndihmojnë atë. Allahu s'ka nevojë për asnjë, po që ndihmojnë për krahin fenë e Allahut. E mësojnë, e përvetsojnë, e zbatojnë, e përhapin dhe ndihmojnë dhe për krahun ato që janë mbartës fesë Allahut. Pra hakun, drejtën, vërtetën, dritën, drejtësinë. Këtu futen të gjitha, ke rruga e Zotit. Kjo besoj është i qartë. Pse si vjen suksesi dhe fitoria e besimtarëve, sepse nuk përmbushin kushtet për të qenë besimtar të vërtet. Dhe vonohet ndihma e Zotit. Edhe këtë kemi shpjeguar dhe e përmend ai që lexon Kur'anin vazhdimisht e kupton. Ajo që duhet tërheq vëmendjen, me që jemi akoma në muajin nënor, që është i pari i vitit,
hijri, pra të emigrimit. Të ringjallim dhe të bëhemi edhe më të vetëdijshëm për mesazhet që na jep emigrimi i profetëve dhe i profetit fundit alayhis salatu wassalam. Kemi thonë që padrejtësia e parë në historinë e njerëzimit ishte menje mallësia që u shfaq ku ke iblisi. Smundja e parë po ke iblisi si fillim, i parë i shejtanëve, ishte hasedi, si u shfaq si smundje, hasedi, domethënë dashakeqësia për njeriu. Ama po ta morësh si krim, si padrejtësi, është mosbindja e iblisit ndaj Zotit. Që u rrënjos veten e tij me menjëmallësinë, dhe menjëmallësi do të thotë mos pranosh hakun, drejtën të vërtetën, dhe të përbusësh tjetrin. Iblisi u tregu menjëmallësi, si thot Kurani, aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Refuzoi urdhën e Zotit, krimi i parë. Wastakbar, u tregu menjëmall, përfundimi dhe ishte dhe u bë prej mohuesve, pa feve. Dhe përbuzi njeriu. Deri këtu besoj është i qartë. Arma e parë kundër njeriu, edhe një herë dashur vëllezër, mota nderuame, ka mbi 25 vjet që e përsëris këtë temë. Po do ja u them se çka ka ndodhur dhe çka po ndodh, edhe si me rujt vetë lidhe me këtë temë. Nuk vik më në xhami me marrë mësime për kulturë ose me kalu kohën larg qoftë. Arma e parë kundër njeriut është fjala. Keq përdorimi i fjalës ose ndrrimi i emërtimit apo termave. Konkretisht, i tha Allahu për mallnit vet dy njerëzve të parë, Ademit dhe Hawas alayhim salam, baballarëve, pra dy prindërve të kretë njerëzimit. Ja ku është xheneti, pa xheneti së provës, hani dhe pini lirshëm, këndshëm, janë duhet përveç një peme. Kjo përveç një peme, shkurt do thot haram, e ndalume. I erdhi i iblisi, mas i boni krimin, padrejtësi ndaj Zotit, padrejtësi ndaj robit, që nuk e nderoi Ademin alayhis salam. Erdhi i iblisi dhe nga smundja, do të thonë që vjen nga padrejtësia, mosbindja ndaj Zotit, smundja hasedi, smirëzi, dashakeqësi, çfarë më përdori? Fjalën, termin, Allahu e quajti pemë haram, ky i tha pema përjetësisë. Dhe vazhdon kjo histori me djajt qoftë gjin dhe njerëzit. Që ta bëj çik më konkrete në ditët tona, këto ditë, këto ngjarje që bënohen në Shqipëri, se kemi thonë është parim fetar, nuk ka ngjarje, sidomos ato që janë të hidhura, që sikurse çdo gjë që nuk ndodh pa lejen e Allahut. Dhe nuk ka gjë që tërheqë vëmendjen dhe mos tjetë mesazh për Zotit. Ku është mesazhi për Zotit? Është dhuratë për Allahut që në përgjithësi shqiptarët sot kanë përshtirë nga dy terma, i majt apo i djathtë. Njëna pal e qunë të mirë atë që është, që ose vetë ka djathët, pala tjetër atë që është nga të majtët. Në rrim termash peshore e ofrume nga djajt e politikës që s'kan lidhje me fe, dhe humën kohën për jelloj për vite me radhë i pjesë e madhe e njerëzisë, shumica. Piles edhe i pjesë e madhe atyre që vina për xhamia, që unë i kam vujt vetë, dhe kam frikë se ka akoma prap. Pra arma e parë e iblisit kundër njeriut është termi fjala, pemë haram, pema përjetësi, si tha. Nuk ju ka ndalu Allahu nga kjo pemë, vetësi që mos jeni të përjetshëm. Nuk i tha Allahu hyni në xhenot, keni kaq afat kohë, pastaj do zhdukeni. Jo, si tha.
dhe që mos jeni nga melajket. Kush i tha Ademit dhe Havas që janë me lajket më të ndërum se ju, kur Allahu përmendit vetë i dha urdhër me lajkeve që për ullun i para Ademit, pra për ullin ndërimi dhe adhurimi. Pranëroj termin, është i fitore e madhe dhe fitore të vinë për Allahut, që pjesa dërmusme e shqiptarëve sot kanë përshtirë nga kjo lloj ndasie, nga kjo lloj vlerësimi. Pra nuk quhet si dikur vlerë dhe antivlerë, për njonin krah, po ti je i majt, për krahun tjetër e kundërta. Po ti kthehemi temës që kemi, me qenë se që arma e parë kundër njeriut është emërtimi, fjala, keq përdorimi i fjalës. Atëherë njeriu pse nuk zemen nga kapësimi i prindërve të krejt njerëzimit. Pse i vlerëson gjonat si mas asaj që hyllen treg dhe ajo që hullen treg nuk është 100% halal. Varet se kush e hull. Shiko Kur'anin, lezo Kur'anin. Në Kur'an nuk ndahen gjonat siç është mashtru ky millet. Këto 3-4 dekadat e fundit i majt ose i djathtë. Kur'an ka besimtar jo besimtar. Ka të drejtë dhe i pa drejtë. Ka të besës dhe i pa besë. Ka të përkushtum dhe jo i përkushtum. Të bindur dhe të pambindur dhe i Zotit. Ndjekës rrugës profetit dhe praktikës rrugës profetit. Termat e Kuranit, ndasia në Kuran është krejt nyshe, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje me ato që na afrojnë shejtant. Do të thotë dikush ja mësuar shqiptarë këtë. Ore hullën treg për ditë lloj termash. Pra ne ka dhënë garanci pejgamberi alayhis salatu wassalam që kush nuk i dahet Kuranit dhe rrugës time s'ka për të humbur kurrë. Unë këtë temë falenderoj Zotin që kam mbi 20 vjet që e përsëris. Dhe më ka ardhur keq për vite me radhë që besimtar me 5 vakte, me namaz, me agjërim e gërsoheshin kur unë i thjesha që ky lloj vlerësimi, jo vlerësim kuranor, jo vlerësim djajsh. Bëheshin xheloz njëri për X grup partijak dhe tjetri për tjetrin dhe mësuam atë që mësuam. Po ne i pjesa jona e muslimanëve me namaz u bën sebeb që të vonohet shumë. Shlirimi i menes dhe arsyes shqiptarëve nga prangat dhe klapat e djajve të politikës. Ose në kohë të komunizmit, u mësuan njerëzit që të urrejnë atë që është i pasur. Po të ishe i pasur, ishe i keq. Po të ishe i varfër, ishe i mirë, jo më sokës, nuk thot Kurani kështu. Ka shumë për të pasurve, që janë njerëz thjesht edhe më fukarajnë, japin zekatin, ndihmojnë varfrit, dhe ka Allahut janë më të nërumit. Ka shumë të varfër që zemrën e kanë sterr, moment që i jepet mundësia për post, ose me grabit, ose me plaçkit të kë, ja kalojnë mizorve që njihën histori. Se ka nda Allahu që të pasurit janë të këqij dhe të varfrit janë mirë, siç e ndan kod komunizmi. Ndryshon taktik shejtani, jo po të majtet, jo po të djathtat. Prap do ketë në treg manevra të tilla dhe ka prap. Edhe i herë, është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Është koha që pikës pare zënë men ato që janë me namaz, që i thonë vetës musliman, që ti masin gjonat me peshorën e Allahut dhe të pejgamberit alayhis salam, ti vlerësojnë gjonat me terminologjin islame, i ndershëm i pandershëm, i bes i pa bes, besimtar mohus. Mos harxojnë kohën kot duke ra viktime të tjerëve. Është sukses i madh që ngjodhe njerëz që ndoshta të pa fe, thonë kemi përshtirë sot e kësaj dite nga kjo lloj ndarje, nga ky lloj vlerësimi që kemi bë këto 35 vite të fundit. Dhe është dhuratë prej Allahut. Po nuk lehet çështja këtu. Gjithë jetën do të kesh përshtirë nga vlerësimi djallëzor, ose me fjalë tjera,
që nuk është vlerësim ose ndarje fetare, si mas Kuranit dhe udhëzimit profetik. Pa fjerë e dyshimit. Është i rasti mëll. Dhe e thamë dhe radhën e kalume. Është premtim për Allahut që mizorët, qofshin tek, qofshin me pushtet, qofshin me ushtrin më të mëdha të botës, superfuqi. Siç e mësoi Faraoni dhe Nemrudi, që i sfidoi Allahun dhe me mënyrën si i zhduku dhe i groposi. Funin e kanë të hidhur, po ka zgjatja varet nga drita nuri hynor që neve përpiqemi ta shtojmë ke vetja dhe të punojmë dhe të udhëzohemi dhe të hesim me atë nur hynor. E pyesin klasën një mësues. Bën një pyetje në klasë, i thot ku i kanë errësira kur vjen drita? Nxënësit japin menime të ndryshme. Një nxënës atje tha, me leje mësues tha, urno. Errësira është hiç, errësira s'është asgjë. Po kur mungon drita duket sikur është prezente, sikur është e pranishme, biles edhe kopshme, sikur ka pushtet. Po të hezësh me i pyll, me i ven që nuk shef asgjë, ka pushtetin e vetë errësira, por realisht për njeriu në ditur, errësira është e pafuqishme, është hiç. Po duket sikur është aty, nga që mungon drita. Po. Në sa më shumë dritë morim nga Kurani, nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, aq më e dobët, aq më e pavlerë, aq më pak pushtet do ketë errësira e pabesinave, e paturpsinave dhe e padrejtësinave. Dhe thelbi i dritës është besimi në Zotin një pa i bërë shokët tim. Allahu thonë në Kur'an, kur shliru Mekka. Mekka ishte vendi që e përzuri profetin alayhi salatu wassalam, e zboi nga aty. Erdhi drita e Allahut, mbarësit e nurit Allahut ishin pakët, dhe mbarësit e errësirës djallëzore të pafeve ishin shumët. Me shpëtu këtë nur, pra nurin që ishte ke njerëzit, sa i që ka Allahu, se pre kush, u detyru profeti alayhi salatu wassalam si fillim të emigrojë në Medinë. Kur pra e dhënë gjithçka për Allahun dhe Allahu ja dha të gjitha. Erdhën triumfator nga dhënjimtar me ndihmën e Allahut, mas shumë luftrash, prej ignorantëve, prej të padrejtëve, zullumqarëve, u kthyn shërimtar në Mekë. Profeti alayhi salatu wassalam vetë sa drejtonte dorën apo bastumin e tij ke idhujt, ishin 360 idhuj rreth e përqark Qabes dhe një sipër Qabes. Dhe rrezoheshin gjithë dhe me urdhër të Zotit recitonte pra përsëriste një ajet Kurani, wa qul ja'al haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Thua ja Muhammed, ja'al haqqu, erdhi haku, e drejta, e vërteta, e meritumja, e sakta, e qëndrueshmja, e ndrita prej Allahut, pra triumfoi. Wa zahaqa al-batil, dhe u çbë e kota. Inal batila kana zahuqa, vërtet e kota e pa drejta. Ka qenë e hikur e çbër. Pra errësira nuk është hiç, është e pafuqishme, po duket e fuqishme kur s'ka dritë. Pra kur kishte pak musliman që e mbartin dritën e Allahut Islamit në Mekë, u dukte shumë e fuqishme krahu tjetër. Dhe në sot e mot, sa tjetë njerëzimi këtë po, që do triumfoj feja Zotit i ditë dhe drejta pa fije në dyshimit. Luma i, që ka vendosë herë për gjithmonë, me qenë ke krahu hakut, ke krahu i fejë Zotit. Po jo luma i kokra e demerit në fali se po folë këshu.
siç karakterizohen fatkeqësisht përgjithësi musliman sot, që ka përposh me pa tret notës i neshje futbolli dhe nuk e hapi i herë muj Kuranin. Ka përposh me masakru kohën çdo ditë dhe se hap se lezo i gjys rreshtin nga Kurani. Ku të mushet me nur njeriu, ku mos gjeh vend shejtani me o tall. Kanë kaq vite që tallin i kanë trajtu si gur kanari shqiptarët, o majtas o djathas. Si e pranon një musliman që si e pranon vetës, dhe thot me krenari njoni që o me të majtet, tjetër që o me djathën, unë jam i majt, unë jam i djath, nuk thot me krenari që unë jam për drejtësi, unë jam me rrugën e drejtë Allahut, se ashtu këtë term përdoret në Kur'an. S'tu t'ja pranojshin vetës kur, iku, dhe kam frikë që akoma ka kështu muslimansh. Kam vujt deri ke shpifjet më të poshtra, po nga besimtar, sepse e kam qortu këtë lloj vlerësimi për gjithë to vite që shqyqyrë Zotit i kam shërby sa ka mujt festu. Po me eftu njeriun që të logjikoj, t'i vlerësoj gjana si mas peshorës Allahut se të humësh jetën. Ora njeriu muslimani do t'jetë xhelos edhe i se ka me hum jeta kot, kurse ka për Allahun. Përzish fenë islame me dokrat e hinit, e super mashtruzve, super djajve, vjen keq, me gjate, unë falenderoj Zotin, që në përgjithësi shqiptarët kanë marrë rrugë për mirë, po mjaftohet me kaq kurrën e kurrës. Pas shkon ke feja Zotit, pas e vendosën, zë pikës pari, ato që janë musliman, e ato që falen, ti vlerësojnë gjona si mas islamit, do shkoj çdo gjë hiqe e merera, hije plunqe e merera. Ka i tregim të bukur. Kur nezën zjarin me dënu Ibrahimin a.s. që ishte djalor, shembulli i të riut besimtar, i vetmi noshtëm si përfaqet tokës që thotë la ilaha illallah. Ndezën zjarë që edhe zogu po të fluturon dhe me shpejtësi si për piqe i najër, shpikën katapultën, si që dini historinë, me hunë zjarë. Unë rejtën gjallësat, me hull uj me e fik zjarin. Shumica gjallësave merrnin uj me e fik zjarin. Ishte një gjallës, një lloj zhapiku që jemi urdhëruar nga profeti alayhis salatu wassalam, ai që rrimrena në përshpia, gjysmë i të dukshëm, ka sevap. Ai i fryn dhe zjarrit. Ndërto ishte edhe milingona, kishte mori pik uj me hull dhe zjarin. I tha dikush nga gjallësat, ti o milingoni, tha me non që po gjithë këtë zjarë, që po t'i fluturoj zogu si për piqet në ajer, do t'a shush me këtë pik uj, e di, tha milingona, po amo më shkrua Allahu me krahun e vetë, me hakun, me drejten, me të vërtetën. Nuk e kam fjallën këtu. Fitoren dhe nga njëmin besimtari e ka fillu që nga momenti që e ka vendos me qenë me Allahun, dhe me gjyku si mas fesë Allahut. Korri fitore në këtë botë apo jo, nuk quhet kurrën e kurrës humje. Që nga momenti që ka morë kahun drejtimin, i vendos me sinqeritet, por me qenë rob i Zotit, i përkushtuar me atit, ti dalin ushtrit e botës përpara, nuk e kthem rapsh, është ngadhjimtar, është fitimtar ka Allahu. E thash këtë funit, sepse sprova jeta do ketë gjithmonë. Kjo luftë do t'jetë gjithmonë. Mos u shgënjeni kur, por derisa jeni me rrugën e Zotit. Dhe luftoni dhe i shërbeni kësaj feje. Sido që të vi puna, dhe t'jeni të bind, që Zoti atë që thotë Kur'an dhe është betu në Kur'an, që fitoren do t'ja t'japi besimtarve. Pra ato që kanë cilësitë e besimtarit. Një konferencë ndërkombëtare ku ishte i ftuar perëndim një nga evliate e kohëve të fundit Allah dhe dietar i madh, Mutawalli Sha'rawi, Zoti e mëshiroft, nga Egjipti, ringjallës i thirrjes islamit kur u shtu diktaturën në Egjipt.
Allahu e qoftë në Firdeus në xhenet. Një provokues nga perëndimorët i bën një pyetje me kulmin e ironisë. A kam thonë disa herë këtë, po ja vlen me e thonë. I thotë, ju musliman, ju ka thonë Zoti juaj atje në Kur'an që Allahu do t'ju japi nga një fitore. Po i thotë. Po ku jeni ju musliman? Superfuqit, pushtetin, ekonomik, politik, ushtarak, e kanë krishterët ose budistat, a kush mund t'jenë. Vetëm muslimanë se kanë sot. Në gjë këtu i thotë, po të lexosh Kur'anin, gjithë premtimet e Allahut për ngallënim dhe fitore, nuk përmenden me asnjë vend muslimanët, fjala musliman. Musliman, do të thonë njëri që ka deklaruar përkatësinë e vetë fetare, kaq. Allahu i premton besimtarve, dhe për besimtarët, po të lexosh Kur'anin, do gjesh listën e virtyteve dhe sjelljeve, pra elementeve që e plotësojnë një besimtar. Për shembull, lexoni surën Al-Mu'minun, besimtarët, aty ka disa i rresht, i list me virtytet, cilësitë e besimtarit vërtet. Pra në Kur'an, premtimi për Zotit ju ka dhënë besimtarëve, pra përpiqu të jesh besimtar i vërtet. Jo thjesht unë jam një musliman, kaq. Po, për modesti thuje. Po më me veten, ziu dhe grishe veten, nxite veten fort, që të plotësosh cilësitë e besimtarit vërtet. Dhe po s'da fitor Allahu, sa të jesh jetë, sa të kemi jetë në këtë kohë, që ta gëzojmë edhe në këtë dynjë, je i fituar ke molli Zot. Jemi me krahun e të mirës. Dashur vëllezër, molla nderuame. Musheni jetën me furnizim nuri prej Allahut. Mos ju ndani Kur'anit qoftë edhe nga pak. Mos ju ndani modelit profetik qoftë edhe nga pak, pa më vazhdimisht. Cila është puna më e mirë, më e pëlqyeshme ka Allahu, ja Rasulullah? E vazhdueshmja qoftë edhe e pakët. E vazhdueshmja qoftë edhe e pakët. Gjithë ne rrojmë që s'duhet të rrojmë me panikun dhe frikën e furnizimit dhe tjetesës, sepse Zoti na ka garantuar. Ne thjesht përpiqemi, sepse jemi të detyruar me kërku me halal. Ajo që ka da Allahu, gjithë bota me të mbledh, me ta heq, sta heq dot. Dhe me të mbledh gjithë bota, me xhin e me njerëz, ka i pari deri ke i fundit, në të njëjtën kohë, në të njëjtën vend, siç thot pejgamberi alayhis salam, me ta shtu sta shteton. Rirahat, Allahu do që të jetë i qetë njeriu. Pikërisht ankthi i njerëzve sot, Zoti na ruaj se kjo është smundje, është pikërisht rroga, pensioni, ngritja e çmimeve etj etj. Ankthi i muslimanit, i që për gjë që u ka garantuar është nda. Ankthi i muslimanit është sa po përthithun nga nuri i Allahut, sa po jetojun me Allahun, sa po e meritojun fitoren që është e premtuar për Allahut duke i shërbyer fesë Allahut. Kjo është ankth. Tjera di merrera. Ashtu ankthi ka dhe shtaza në pyll. Gjithmonë është në kërkim të gjahut, herë se ruhet mos e vrasin, herë s'ka atë konkurrentin e vet, pa që jetë shtaze. Ku çfarë dallon me shtazet atëherë? Gjithmonë kërkim të jetesës. Strofa, mos vjen ai armike strofa, mos i vjen ai grabitqar, mos vjen ai gjuetar, rrezikun ta ka dhënë Zoti. Allahu na fal gjunofet tona. Allahu na mëshirof për mangësitë tona, për themelizmin, për gjumjen tonë. Allahu e lartoft Islamin dhe muslimanët. Allahu i dhon ngallënim, sukses dhe fitore. Gjithkujt që sinqerisht përpiqet ta përkrahë këtë fe, me vetë, familje, duke shpërndaj këtë tjerët, duke përhap këtë tjerët. Allahu ne i forcof këmbët tona dhe zemrat tona në rrugën e tij të përsosur dhe të mirosur. Allahu i dhon ngallënim, sukses dhe fitore gjithkujt që sinqerisht i shërben kësaj feje, Islamit dhe muslimanëve në veçantë,
dhe njerëzisë në përgjithësi. Allahu shkatrov gjithë planet, kurthet, që ngrihen kundër Islamit dhe muslimanëve në veçanti dhe njerëzimit në përgjithësi. Allahu është më i miri kurthpunuesve. Ato bëjnë kurthe dhe Allahu i groposin kurthet e veta të gjithë kurthpunuesit qëllim keq. Dhe kjo është premtim kuranor. Allahu na ndihmoft që neve të përmbushim kushtet e suksesit dhe të fitores në këtë botë dhe fitores përfundimtare në xhenet. Amin ya Rabb. I kërkoj falje Allahut për gjithne, për prindrit tanë, për udhëzuesit tanë, për krejt muslimanë dhe muslimanet, ato që i kaluan atë botë me iman dhe ato që do vinë mas nesh deri në ditë Kiametit. Dashur vëllezër më të nderuar, lutjen e Allahut fort me përkulmin e përgjërimit. Allahu, nëse shihni veten të përgjëruar, dijeni që ju do Allahu. Kërkoni falje Allahut me përgjërim. Allahu ju urren më një moment që si përgjërohen dhe nuk i kërkojnë falje atij. Kërkoni falje Allahut për të gjithë. Këto çaste janë një ditë të bekume. Është Barami i javës. Allahu po na ndihjon. Aq më tepër sot, aq më tepër tani. Kërkoni falje Allahut për të gjithë. Allahu na fal të gjithëve dhe ja pranoft lutjet dhe kërkojmë faljen. Amin. Alhamdulillah hamdan kamilin wa salatu wa salam ala al-anbiya wal mursalin wa ala sayyidina wa habibina wa muallimina wa tabibina wa shafi'ina inshallah yawm al-qiyamah sahib al-kawthar sayyid al-khalq ajma'in imam al-anbiya wal mursalin Muhammadin al-Mustafa wa alihi al-kiram wa sahbihi at-tahirin wa ala man ittaba'uhu bil ihsan hatta yawm ad-din tasliman kathira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Folëm shkurtimisht në hutbën e parë për domosdoshmërinë e emigrimit, hijretit, ose shpërnguljes nga e keqja për ke e mira. Sikur se thot profeti alayhi salatu wasalam, al-muhajir man hajara su. Titullin muhajir ke Allahu e ka ai që braktis të keqen. Tashi për një nivel më të lartë. Katër pesë shembuj nga Kurani, shkurt. Me qenë se Allahu ka dësh që njeriu të mbruhet në natyrën e vet me e desh shumë vetë në vet. Dhe t'i doj të mirën vetes vet. Allahu i ka treguar dhe rrugën si me e gjetë më të mirën që ai vetë ja ka ofruar. Dhe t'i largohet çdo lloj mënyre që është e gabuar dhe mund mashtrohet. Nuk ka njërim si përfaqe tokës që mos dojë të jetë i nderuar. Ku ka bën njerëzit kur zgjellim mënyrën për të nderuar gjoja veten. Dhe më i nderimi i vërtet është ka Allah. Don çdo person në natyrën e vet që të ndjehet i pranishëm. Jo të injorohet. Çfarë thot Allahu në Kur'an? Wadhkuruni yadhkurkum. Më përmendni mua, ju përmend unë juve. Ka ndërim atë modë se me të përmenë Allahu veçan nga ato që se përmenin tjerët, s'ka ndërim atë modë. Në qose më përmen një mu me një kovend, unë dhe ju përmend juve me një kovend më narë se juve. Ke në botën qellore. Pra gjithë rrugën e ke për Allahu, do të jesh i ndëruar. Kush ndëron më shumë? Kush ndëron përjetësisht Allahu? Përmend sa më shumë Allahu. Nuk ka njeri që mos doj që mirësitë i shtohen. Çfarë thot Allahu në Kur'an? Wala in shakartum la azidannakum. Betohem për mallënin time. Nëse ju do më falenderoni, do jeni mirënjohës. Me krejt kuptimit e falenderimit, me gojë, me zemër, t'i gëzosh dhuruesit, jo dhuratës, dhe ta harrosh dhuruesin. Me vepra shfrytëzoj gjithçka që t'ka dhënë Allahu në rrugt të Allahut për hir të Zotit. Pra, betohem nëse do më falenderoni, unë do t'ja ushtoj. Dhe gjithë du më shtohen mirësit. Dhe mirësia më e madhe është feja. Pra rruga është kjo që thot Zoti. Pra emigro nga të qenurit braktisës i një ecërie, një llojetese që jo vetëm që nuk shtohen mirësit, po mund paksohen. Shtekto për kjo
urdhnes hyjnore, pra bëhu mirënjohës si çtohen mirësi. Nuk ka njeri në botë që nuk do të jetë i shpëtuar, sidomos nga ndëshkimi i Allahut. Allahu që thotë në Kur'an, wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Dhe nuk është Allahu i atill që ti ndëshkon dhe ata, por aq kohë sa ato kërkonin falje Allahut. Pra kërko falje të shpëtosh vazhdimisht. Të paktën 100 herë në ditë. Ose ti je i shpëtuar në përgjithësi edhe nga menimet e këqija. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Dhe kujtojeni Allahun sa më shumë me qëllim që ju të shpëtoni. Njeriu nga mbrena ka nefsin, egon e vet, që nuk i ndahet me kërkesat e veta. I zi gjaku. Nga ana tjetër ka shejtanin, iblisin që i vesh krepsen barutit që ka mrena, pangopsis që ka mrena, unanizmit që ka mrena, shtasëris që ka mrena. Amo kër e përmen Allahun shumë, nuk i le vend dhe kohë vetës që të rri bosh dhe të mushet me menime që t'i sjell shejtani. Apo me cytje, me pasione, shfrenume, dëshirë shfrenume që t'i bjen egoja, uni. Wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Përmendini Allahun sa më shumë me qëllim që të shpëtoni këtë dynjë nga të ligat e vet edhe në botën tjetër. Pra emigron nga zbrastia e mos përmendjes Allahut në një mbushje jetë të mbushur me të përmendurin e Allahut, me një zemër të mbushur me emrat, me cilësitë e Zotit. Emrat e Allahut ke zemra e njeriu janë si yjet në qiell të natës. Sa më shumë ta përmend Zotin, aq më shumë ndriçohet zemra, ka thënë dietarët. Nuk ka njeri në sipërfaqe të botës, tokës, që mos dojë t'i plotësohen dëshirat, inshallah dëshirat mira. Rruga, krimi, droga, rushfeti, zhvatja, shfrytëzimi i postit, këto që kanë ardhur, ka arrit kulmin, inshallah, është kulmi i piramidës së Shqipërisë. Allahu e shkatërroft dhe i kalbëzov dhe i zon për punë, ato që s'kan bën mend me bot tobe ja Arab. Vetë paktën nëse jemi gjunofqarë, po për hir njerëzve që janë naiv dhe drejt, dhe i ka shfrytzuar poshtërsisht, Allahu i dhon hakun. Për hir të jetimëve, për hir njerëzve të vetmuar, dhe siç ka thënë Imam Hyseni alayhis salam radiallahu anhu, ru për ati njeriu, ru për ati njeriu që s'ka ku të ngodhë dhe si ka Allahu, s'ka asi mbështetje. Dhe sa ka Shqipënia kështu, që trokasin për dyrë gjykatash, zyrash, dhe ja parplasin derën, fytyrë, noshta dhe i zhvasin me rushfete dhe prapë si marrojnë punë. Sa ka Shqipënia kështu, funit e i vit keqës nuk bëhet fjalë. Rreshtoni këtë mirët, dajeni menjen e jera për gjithmonë, që buk thatë me horë këtë fe do të me majtë pasër, pa e përzi me haram, pa e përzi me padrejtësi. Nuk ka njëri si përfaqe të tokës që nuk ka dëshirë, pra nuk don t'i plotësohen qëllimet. Allahu që thotë, ud'uni astajib lakum, lutmuni mu, ju përgjigjem juve. Pra përpiqju edhe lutje fort Allahut. Allahu ne i pranov lutjet. Allahu ne i pranov lutjet. Dhe ke lutjet ato që janë më të mira, më dobishme për dynjon tonë, sidomos për botën tjetër, që na pret pa fije në dëshimit. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash